Se përsa kur shqiptarët nuk janë të kënaqur, më lind pyetja pse janë të kënaqur filipinezët, po them, apo kombësitë e tjera nga isjoni ju. Së para doja të thoja që nuk e di a është momenti tani për të bërë politika e qeveria apo duhet ishte para disa viteve, sepse aktualisht me universitetet që ne kemi, që kanë prodhuar individ me juridik ose ekonomik që janë pa përshtatshëm fare për tregun dhe ngelen të papunë ose zgjedhin të ikin jashtë Shqipërisë sepse nuk kanë qenë ato profil, pra nuk kanë zgjedhur që të bëhen mekanik hidraulik të punojnë në hoteleri. Mua më duket shumë vështirë edhe nëse fillon sot, sepse si do ta zgjidhim sot, pra hoteli sot a gjen dot profesionist një ndihmës kuzhine, me shumë mundësi nuk e gjen dot, sepse është një numër shumë i pak që janë profesionistë të vërtet, dhe normalisht që është bërë si liga e futbollistëve e ngren sa më shumë atë stekën e pagës. Për sa i përket mënyrës se si punojësit e huaj që ndrojnë në Shqipëri, kushtet janë shumë të mira, sepse akomodimi është i garantuar dhe ushqimi garantojnë. Pra, akomodimin e garantojnë strukturat akomoduese, hotelet në këtë rast, apo jo? E garantojnë, nuk është problem, dhe ushqimi është nga hoteleria, pagat janë më të ulta se sa stafi vendas. Sa varion një pagë për një punonjës të huaj? Për një sanitare është 500 euro neto paga e një punojësi, ndërkohë që një punojës shqiptar paguhet më lartë se kaq. Dhe ndihmësi i kuzhinës 600 deri në 650 euro, krahasuar me 800-850 euro që do një punojës shqiptar, pra kostoja një punojësi të huaj sot shkon, e kam thënë dhe herë tjetër në studi, shkon paralelisht me një punojës shqiptar. Për shkak të diferencës më parë, po, nëse ti do marrësh një ndihmës kuzhine me 600 euro neto paga, do kesh kosto akomodimi, strukturat e hotelerisë kanë më të lirë. Po nëse ti në 1 tetor do ta mbyllësh. Po, çfarë ndodh kur mbyllet hoteli? Me këtë punojës. Atëherë, në momentin ka disa zgjidhje, ose mund ta marrësh sezonal, pra për 4 muaj punonjës, sepse rekrutimi tani në Shqipëri është faktik dhe bëhet edhe brenda vendit. Pra, sillet punonjësi, rrin 4 muaj dhe pastaj mund të shkalojnë në një strukturë tjetër.